Sot po ju sjell në recet, si bëhen ashuret, si bëj unë të paktën. Kam 220 gram, 230 gram grur, e kam vënë në ujë që mbrëm në darke, e kam rënë gjithë natën në ujë të ngrofët. Sot në mëngjes e kam shpëlar dhe e kam kaluar në blender pak të coptohet gruri që të mos më vërnoj në zjerje. Kam në 7 lugë sheqer, 2 lugë një sheshte, arra të grira dhe kanell. Si fillim filloj me grurin, e vëm për të zirë, e kam grirë coptuar, si që thash, është coptuar pak, që të na ndihmoj për zjerjen. Tashi do t'i kaloj tek tenqeria për zjerja. Ujti është i ngrofët, e hedh grurin brenda për zjerje. Ndërkohë hedhe sheqerin. 7-8 lugë sheqer. Sheqeri është si punë e kripës. Kush e do të ambël, kush e do nuk e do ai të ambël, e ke në dorë sheqerin dhe kripën, do të kontrollosh gjithmonë. E përzije pak sa të marrë një val dhe do të lë të zjej. Kjo ashure më kujton shumë, prandaj e vura dhe në recet. Më kujton rinin ton. Mbas gjysmë ore, zjerje, gruri ka zjerë shumë mirë, nuk më hangri shumë kohë, varet edhe nga gruri. Kur është gruri mirë, zjen shpejt, ka dhe grur që është më i fortë. Këtu kam një sheshten, e holloj. E ngrej qik sobën, me që dohet një sheshten të marrë një 2 val me një sheshten. E holloj një sheshten që të mos bëhet kokla, edhe ja hedh. E përzij. Me ato 8 lugë sheqer që i hodha që në fillim, për mua ka dalë e ambël. Sa duhet. Po ta doni më të ambël shoni sheqerin, si atë është në dëshirë të çdo njeriut. Po e mbyll sobën. E hedhim për qasa të ndryshëm. I hedhim pak kanell. I hedh arrat. Kjo është ashurja, ju faleminderit për shikimin. Ju uroj shëndet e ditë mbar.